Në Kavaj është përuruar përmendorje dëshmorit të kombit Indrit Carës në 26 vjetorin e rënies së tij në luftën e Kosovës. Lavdi për jetë dëshmorit të kombit Indrit Carës. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj vlerësoi vendosmërinë dhe sakrificën e 28 vjeçarit Indrit Carës, i cili la Anglinë dhe u bashkua UÇK-s. Ai lindi në Kavaj, por sot i takon Kosovës, i takon Shqipërisë, i përket shqiptarisë. Indrit Cara është shembull dhe simbol i guximit, një frymë e pastër atë dhe dashurie dhe një zemër që rahu fuqishëm për lirinë e kombit shqiptar. Ai është një emër i gdhëndur në historinë e kombit tonë, një model frymëzimi që tregon rrugën për të rinjtë tanë, frymën e sakrificës, forcën e unitetit dhe rëndësinë e veprimit për të mirën e kombit tonë. Presidenti shqiptar theksoi se përkujtimi i Indrit Carës shërben për të gjithë si kujtesë për angazhimin e përhershëm për të mos e lënë të shuhet ëndrrën për të cilën ai dha jetën.